ide artistike që unë doja, ku më mirë se në një reality mundet të përmblidhet realiteti në cilin e jetojmë, po t'i fuzësh dhe kontekstin ushtarak bëhet akoma dhe më interesant. Kështu që do ta zbuloj njerëzit 20 nëntor. Si të gjithë shqiptarët, kemi dhe kurreshti për pjesën e financave. Je producent dhe regjisor i këtij filmit. Sa ka kushtuar filmi dhe ishte e lehtë ta sponsorizonit? Në fakt, sponsorizimi i filmave është shumë i vështirë, sepse ti të marrësh sponsor nuk duhet të cënosh goxha skenarin dhe mënyrën se si realizohet filmi, kështu që unë shpresën e kam tek publiku që të shkoj ta shoh në kinema që të paktën mos dalim me shumë humbje në këtë projekt shumë ambicioz. Kostot nuk i them dot se nuk kanë mbaruar akoma, se ka akoma kosto marketingu, kështu që kostot nuk i them dot akoma, por të bësh film nuk është e thjeshtë. Megjithatë, me njerëzit e duhur, me stafin mirëkuptues, realizohen gjëra të bukura. Ke qenë regjisor në shumë formate televizive. Çfarë do të thotë jesh regjisor i një filmi? Në fakt, për ishte të vërtetës do ta saktoj që jam bashkëregjisor, të them të vërtetën, Gjostin Rama, që është ai që ka bashkëpunuar me mua regji, është një mjeshtër që mua ma ka bërë gjithçka të lehtë. Ajo që unë bëj natyrshëm është producenti, duke qenë se kam vite që e bëj. Kjo pjesa tjetër ishte eksperiment dhe kam mësuar shumë nga Gjosti. Kam mësuar shumë dhe dua ta falenderoj. Edhe nga ai dhe nga drejtori i fotografisë, Shpëtim Baca. Si keni bërë përzgjedhjen e aktorëve? Me casting normalisht është bërë goxha punë, janë propozuar nga stafi emra të ndryshëm, përveç atyre që unë kisha fiks në kokën time që do ishin. Kemi bërë audicione dhe kemi përzgjedhur, besoj, mendoj dhe shpresoj më të mirët për rolet përkatëse. Kemi personazh që nuk janë aktor, si Jonida Sheu, Drini Zeqo, Floral Baponari, Hatixhe Brika. Si ke bërë aktor? Si fillim jam unë njerë që si jam aktor në film, që ishte një dileme madhe, por duke qenë se unë në film jam moderator dhe producent dhe në film, atëre Gjosli dhe Edi Oga, bashkë skenaristi, insistuan që po ti mund ta bësh se kisha dyshimet e mia. Tani ti marrim me radhë. Jonida dhe Drini janë në një pozicion që janë dhe në film janë pothuajse në atë që bëjnë edhe në jetën e tyre publike. Floral Baponari është një surprizë e bukur, ajo kishte bërë një eksperiencë si aktore tek filmi me Aurela Gaçën dhe është një surprizë e bukur. Kaq mund të them për Floral Albën, edhe nuk e bëra unë aktore, besoj që e ka të lindur, është një dhunti që i vjen natyrshëm dhe mendoj që nuk duhet ta lej më aktrimin. Kështu Hati është Hati në film, pra nuk ka nevojë të aktroj sepse është vetja dhe ka një copës interesante që është ajo vetë.